Miqtë e mi, përshëndetje. Të gjithë njerëzit hasen me probleme në jetë. Por kur ato vinë, ku e vendosni ju besimin tuaj? Ka nga ata që shumë le të thonë ki besim tek Zoti, por çdo thot të kesh besim tek Zoti. Personazhi i historisë sonë të sotme mësoi të mbështetet në një shkëmb që premton fitore. Që kur ishte fëmijë, ajo arriti të kuptonte vetëm një pjesë të së vërtetës, por jo gjithë kuptimin e saj, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftet të ndiqni programin me numër 290. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Ej, Temi, ke një minutë? Çfarë po bën në shkollë, Cliff? Kam nevojë të flas me ty. Shkojmë diku ku nuk ka shumë zhurmë. Pse? Çfarë ka ndodhur? Është mirë Angela? Mirë është. Shiko, kjo klasa është bosh, hym këtu. Më thuaj të vërtetën, mos i ka ndodhur gjë motrës time? Të thash që Angela është shumë mirë. Kam ardhur të flas me ty. Më trego pak kur nëna jote shkon në punë. Mos vall njerë ku ju tregohet i pasjellshëm me ty. Jo. Më thuaj të vërtetën, Temi. Përse nuk më beson? Sepse natën e shkuar Angela më tregoi shumë gjëra të tmerrshme që ajo ka përjetuar dhe jam i sigurt që edhe ti ndodhesh në të njëjtën situatë. Ti ka treguar të gjitha? Ku është Angela tani? Ka shkuar përpara në komisariat. Dhe atje të dyja ju do të bëni denoncimin. Nuk do të qëndrosh më në atë shtëpi. Më dëgjove, Temi? Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 14 vjeç kur kjo ngjarje tronditse dhe situata në cilën ajo gjendej u bën publike. Sepse nuk ka të fshehtë që nuk do të zbulohet. Është ky një mësim që të gjithë duhet ta mbajmë në mirë. Ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Por ashtu si ajo e kuptoi, liria kushton. Për shkak të çështjeve delikate që trajtohen në historinë e Temit, sugjerohet që fëmijët të shoqërohen nga prindrit. Jam rritur në Arkansas. Prindrit e mi u divorcuan me njëherë pasi unë linda. Për të na mbajtur mua dhe motrën time Angelën, e cila ishte 3 vjet më e madhe se unë, nëna si duhej të bënte 2 ose 3 punë. Kur nuk kishim me këtë rrinim, ajo na merrte në dyqan. Atje na kishte bërë një dyshek prej kashte brapa banakut ku luanim dhe flinim. Kur mbusha 3 vjeçe, nëna u martua me një burr i cili kishte mbetur i gjymtuar nga lufta në Kore, edhe nuk mund të punonte. Ai qëndronte në shtëpi dhe kujdesej për ne, ndërkohë që nëna shkonte në punë. Fillimisht e doja si baba, por shumë shpejt gjërat ndryshuan. Francisa, shiko çfarë i bëri Temi tavolinës sot. E ka gërvishtur? Po, e ka kërvishtur. Unë nuk e pash, por me sa duket e pas ka bërë me thik. Po pse kështu ajo vajzë? Kush e di? Ajo nuk tregon të vërtetën, ja vuri fajin të motrës. Kur Angela u kthye nga shkolla e pyeta, por edhe ajo tha se nuk dinte gjë. Ti nga e di që e ka gërvishtur Temi? Po vetëm ajo ka qenë në shtëpi. Sot erdhi pastori dhe folëm. Temi ju ul në prerë dhe filloi të luante me kravatën e tij. Më ne vrikosi aq shumë sa çova në dhomën e saj dhe i gjuajta një shuplak. Mbase duhet ta fusim në ndonjë qendër parashkollore, Kevin. Në atë kohë unë shija ëndrat frikshme dhe shpesh zgjohesha duke u lëritur, dhe kur u rrita makthet u shtuan. Përpara se nëna të martohej, gjithnjëna çonte në kishë dhe në shkollën e së dielës, por pas martesës nuk shkoni më shumë rregullisht. Një të diel, kur unë isha 6 vjeçe, kuptova dashurinë e Perëndisë dhe kush ishte Jezus Krishti. Kur do të bëhej lutja e shpëtimit, unë vrapova drejt podiumit duke bërtitur: "Unë e besoj që Jezusi erdhi për të më shpëtuar." Gëzimi im zgjati vetëm disa javë, derisa njerku pati një problem në kishë dhe ne nuk shkuam më. Gjithashtu mësova se Perëndia lëndohej nga mëkatet tona, ndaj shumë shpejt u ndjeva e ndarë dhe e padashur nga ai. U shpërngulëm disa herë dhe unë fillova të kem astmë. Isha në klasën e 4 kur abuzimet e njerkut u shtuan duke e thyer atë pak vetbesim që kisha. Unë dhe ime motër Angela asnjëherë nuk flisnim rreth abuzimeve që përjetonim. Pastroni ju kuzhinën, vajza. Unë jam lodhur shumë sot. Do pushoj pak dhe do shoh televizor. Mami, e mban mend atë projektin në shkollë për të cilin kam punuar gjithë këtë kohë? Po. Disa fëmijë kishin bërë me baltë, mami. Çfarë? Po ti nga e di?
Më tha Liza, shoqja ime. Po përse? Sepse ashtu janë ata. Kanë qef të na ngacmojnë neve. I tregove mësueses? Po, ajo i dërgoi në drejtari. Shpresoj ta paguajnë mirë këtë që bën. Tani ata do jenë kundra. Nuk dua t'ja di Angela. Se nuk shkon në dhomën e ndenjes se të shohësh televizor me mamin Temi. E ndihmoj unë Angelën t'i laj pjatat. Qëndro këtu t'i lajmë bashkë pjata, Temi. Kam nevojë për pompën. Mos bëj kot, po shko bëj ashtu si thash. Duke qenë se nuk ma jepni në kohë pompën, shpesh përfundonim në urgjencë. Njërku filloi të rriste gjela dy luftimi dhe udhëtonte në Oklahoma ku bëheshin lojrat. Kur shkonte kishte raste që më merrte me vete dhe ndonjëherë merrte edhe Angelën. Në klasën e 5 ai filloi të më merrte në garat me makina dhe i thoshte nënës se po më mësonte makinën, por ai donte që të ishte vetëm me mua. Në atë kohë motra dilte me një djalë, gjë e cila shkaktoi grindje në familje. Po kalon shumë kohë me atë djalë. Dua të ndahesh prej tij. Të paktën ai nuk do guxonte të më bënte gjërat që ti më ke bërë. Çfarë? Çfarë do të thuash me këtë? Mjaft gënjeve, Angela. Nuk po gënjej. Gënjeshtare! Kërkon ti devijosh kritikave që po të bëhen për atë djalë. Kjo është e vërtet. Angela, Më beso, mami. Ai është një manjak. Gënjeshtare! Ti je një mashtruese. E dija se ajo po thoshte të vërtetën, por grindja e tyre më fute në ankth. Ata bërtisnin shumë dhe kjo situatë vazhdoi për shumë muaj. Makthet së bashku me traumën shtoheshin gjithnjë e më shumë. Ndonjëherë motra e nxirrte zemërimin e saj mbi mua. Bën mirë të mos i tregosh mamit për festën që bëm gjatë kohës që ata ishin në Oklahoma. Po më lë rehat, nuk kam për t'i treguar gjë. Po më kërcënon? Jo, po të them që nuk do t'i tregoj gjë. Sigurisht që po më kërcënon. Dhe ti po më mërzit. Do të mërzit sa herë që të ndoj qefi. Do më lësh rehat? Mirë, do të lënë rehat ty. Çfarë do të thuash? I tregova prindërve të Cliffit të gjitha gjërat që po ndodhin në shtëpinë tonë dhe ata do i vendosin disa rregulla mamit dhe babit. Çfarë rregullash? Ose të na lënë të martohemi, ose ata do shkojnë në polici. Motra u martua me Cliffin në moshën 16 vjeçare. Ajo e përfundoi shkollën e mesme me korrespondencë një vit më pas. Kështu mbeta e vetme në shtëpi, e vetme në agoni dhe dhimbje, me abuzimet e njerëkut tim. Kur Angela i tregoi Cliffit me detaje abuzimet e njerëkut, ai erdhi në shkollë dhe më mori në komisariat, ku më deshti përgjigjesha pyetjeve të tyre. Më pas gjykata më largoi nga prindrit dhe ja dha kujdestarin motrës dhe bashkëshortit të saj. Kjo është e përkohshme Temi. Na duhet dikush me të cilin të rrish gjatë hetimeve. Dhe duke qenë se ne jemi të përfshirë në hetime, na duhet një person asnjanës. A njeh ndonjë ti? Jo, mbase mësuesja ime e anglishtes, zonja Kiti gjithnjë ka dashur të më ndihmoj. Bashkëshorti i saj është një oficer i cili po diplomohet në juridik, por ata do të shpërngulen në El Paso të Teksasit. S'ka gjë se do flas unë me ta. Po me mamin dhe babin ç'do të ndodh? Këtë do e vendos ligji, por të paktën nuk do të jetosh më me ta. Jam shumë i gëzuar që e kam nxjerrë Angelën brendi. Edhe unë do të vi në gjykat? Po, ti dhe Angela do dëshmoni ditën kur të vendoset kujdestaria. Në gjykat unë dhe i me motor dëshmuam të ndara, kështu që unë nuk e dija çfarë ajo kishte thënë. Kur erdhi radha ime, më pyetën nëse i kisha treguar ndonjërit për abuzimet. Kisha frikë se po të thoja se nuk i kisha thënë askujt, ata do më kthenin sërish në shtëpi. Ndaj i gënjeva dhe thash se vetëm nënës i kisha treguar. Ti moj gënjeshtare, kur mi ke treguar këto gjëra që unë nuk i mbar kament? Fol. Nuk dua të shoh fare si vajzën time. Mjaft gënjeve. Pas procesit gjyqësor, shkova në zyrën avokative të përfaqësuesit ligjor të prindërve të mi. Ai kërkoi të falur për gjërat që ndodhen në gjykat dhe u ofrua të na ndihmonte me gjithçka që do të mundej. Prindrit e humbën kujdestarin mbi mua dhe unë shkova të jetoja në El Paso me mësuesen time dhe bashkëshortin e saj. Ndjesha shumë keq. Keq sepse isha larg familjes dhe larg miqve. Dhimbja emocionale që më kishin shkaktuar abuzimet ishte e padurueshme. Nëna më shkruan të shumë letra duke më kërcënuar se do i ndërpriste lidhjet me mua nëse nuk kthehesha në shtëpi. Më pas ajo më telefonoi. Alo? Temi, vetëm je? Po, zonja Kiti dhe Riku kanë shkuar të dy në punë. I ke marrë letrat e mia? Po, mami. Duhet të marrësh një vendim. Ose ktheu në shtëpi dhe tregoj që ke gënjur, ose nuk do të jesh më i me bi. Po, unë nuk doja të të lëndoja, mami. Pse, çfarë prisje ti të ndodhte? Nuk e di. Më thuaj tani, cili është vendimi yt? Dua të vishet më marrësh.
24 orë më pas ajo erdhi të më merrte medaljen tim. Nuk dija si t'i thoja prindërve birësues se ata po vinin. Kështu kur ata mbërritën, u krijua një situatë e rëndë. Sa po të kthehesha në Arkansas, nëna do të më çonte në gjykatë dhe do rrëfeja si dëshmia ime kishte qenë e rreme dhe në këtë mënyrë prindrit do rifitonin kujdestarin. Doja që nëna ime të më donte sërish. Doja më shumë dashurinë e saj se sa faktin që ajo të merrte vesh të vërtetën. Duke qenë se njerëzit e morën vesh të vërtetën, nëna më dërgoi në një shkollë tjetër ku fillova klasën e 11, e izoluar dhe e vetme. Ulesha vetëm në bankë, vetëm në pushimin e drekës, vetëm kudo. Ndjesha e dërmuar dhe e friksuar derisa nisa të shoqërohesha me disa nxënës të klasës së 10. Më pas, njoha Kurtin, me të cilin dola disa herë. Ai ishte student në universitetin pranë shtëpisë time. Më pëlqeu filmi që pam bashkë Temi. Edhe mua më pëlqeu Kurt. Brenda pak javësh semestri mbaron. Edhe unë do të kthehem në shtëpi. Do më marr malli për ty. Edhe mua. Por do i mbajmë lidhjet me njëri tjetrin. Dëshiron të vish me mua në ballon përfundimtare. Do të më pëlqente. Kur është? Është pas 2 javësh. Po të dielën, ke dëshirë të vish me mua në kish? Pse jo? Kam kohë që nuk shkoj. Unë nuk jetoj dot pas Zotin. Psalmisti kishte të drejtë kur tha: "U gëzova kur më thanë, shkojmë në shtëpinë e Zotit." Ne shkonim gjithmonë në kish kur unë isha e vogël. Më kujtohet një herë kur pastori citoi një varg nga Romakët, që tregonte se të vërtetën e dashurisë së Perëndis ne e besojmë me zemër dhe e rrëfejmë me gojë. Mezi prisja që ai të mbaronte predikimin. Më pas unë vrapova duke bërtitur dhe duke thënë: "Unë e besoj se Jezusi erdhi për të më shpëtuar." Oh, sa mirë Temi. Zoti do që ne të shkojmë tek ai si fëmijë të vegjël. Edhe ti ashtu ke bërë. Por më pas nuk shkuam më në kish. Por mund të vish tani me mua. Dolëm bashkë vetëm për disa javë, derisa ai u kthye në shtëpi. Por unë vazhdova të shkoja në kish. Më pas fillova të dilja me djalin e pastorit, i cili më dha çelësin e faltores. Natën vonë, kur nuk kishte asnjë, unë shkoja vetëm dhe lutesha për dhimbjen që ndjeja. Pas diplomimit fillova të punoja në një hotel të njohur në Fayetteville si recepcioniste. Prej andej u punësova si stewardess dhe në këtë mënyrë u njoha me Shirlin, e cila gjithashtu ishte stewardess. E more planin për muajin që vjen? Po, edhe të dielën do të shkoj në kish. Ti e vajzë mbar dhe nuk e nevojë fare të shkosh në kish. Më beso, kam shumë nevojë të vendos gjërat në rregull me Zotin. Del akoma me atë shokun tënd? Po, ai vjen dhe studion këtu sepse atje ku jeton ai ka shumë zhurmë. Më kanë thënë se njerëzit atje janë të fiksuar pas festave. Ashtu janë. Sa mirë që jetoj pranë shkollës. Një natë kur i dashuri im erdhi për të studiuar, ne e kaluam natën bashkë. Më pas nuk e pash më, por pas një muaji zbulova se isha shtatzan. I ke thënë të dashurit tënd? Jo, nuk e kam takuar që pra e sa natë dhe as nuk dua ta shikoj më. Pse nuk shkon në polici? Ata do të më fajsojnë mua që shpesh e kam lejuar të vinte në apartamentin tim. Ai duhet ta mbaj përgjegjësinë Temi. Nuk jam në gjendje të përgjigjem pyetjeve tani. Po ti nuk mund të vazhdosh të punosh nëse je shtatzan. Nuk di çfarë të bëj. Shkoj jashtë shtetit edhe abortoje fëmijën. Nuk e kisha menduar këtë më parë. Pastaj nuk i kam parat. Do pyes nënën time nëse ajo mund të na ndihmojë. Gjithnjë kisha pasur makthe, por pas dështimit ato u shtuan derisa kalova në depresion. Për të lehtësuar ndërgjegjen time pija sepse alkooli më bënte të pandjeshme. Madje nxita edhe një shoqe të abortonte, duke menduar se në këtë mënyrë nuk do të ndjehesha më fajtore. Por faji u shtua edhe më shumë. Një natë shkova në lokal me ekuipazhin, ku për të larguar dhimbjen e fortë që ndjeja, piva pa mas. Ndjehesh mirë? Kjo është gota e 4 që ti... E vetmja gjë që më qetëson është pija. Ashtu? Po, më pëlqejnë mesazhet e shpresës që janë në Bibël. Kur isha 6 vjeçe, bëra lutjen e shpëtimit. Vërtet? Po, e ndjeva dashurinë e Perëndis në një mënyrë të veçantë. Kishte kaq shumë dashuri dhe falje. A e di që Jezusi të do dhe dha jetën e tij për ty? Kështu kam dëgjuar. Me vdekjen e tij në kryq ai pagoi për mëkatet e tua, në mënyrë që ti të kesh jetë të re. Kur e pranon atë, ti bëhesh një njeri i ri. Temi, nëse jeta jote është një pasqyrim jetës së krishterë, atëherë nuk e dua.
U preka shumë nga fjalët e saj. U ndjeva tmerrsisht keq dhe syt më mbushën me lot. Kështu u largova menjëherë nga lokali. Nuk doja të jetoja. Ndjehesha keq për mendimet akuzuese dhe nuk e mbaj mend se si shkova në kish, por di që I thirra Zotit me sa forcë kisha. Unë nuk besoj se ti ekziston, nuk e besoj se ti më do. Nëse ti më do, atëherë pse e le njerëkun tim të më bënte aq shumë gjëra? Pse? Pse ke lejuar që jeta ime të jetë kaq e mirë? Nëse ti ekziston, atëherë ti nuk je I plot fuqishëm. Mund ta kishe ndaluar njerëkun tim. Madje do I kishe treguar edhe nënës time se sa nevojë u kisha për të. Po pse? Nuk më kujtohet sa gjatë qëndrova mbi dy sheme duke vajtuar për gjendjen në cilën ndodhesha. Nga zemra dhe goja më dilnin vetëm akuza, fjalë vetëm mëshirimi dhe akuza. Edhe për shtatzanin dhe abortin fajsova Perëndin. Pasi u bëra si empirë, rënkova nga thellësia e shpirtit. Zot, më vjen keq. Nuk e di si, por e di që ti ekziston. Di vetëm të them se kur isha e vogël ti më njohe. Nëse të gjitha ato që më kanë mësuar janë të vërteta dhe nëse ti dërgove birin tënd të vdiste për mëkatet e mia, atëherë unë po I shkaktoj atij shumë dhimbje, Zot. Unë nuk e kuptoj përse gjërat janë kështu, vetëm ti e di. Nuk di si të mos bëj më mëkate. Nuk e dua më jetën time, sepse vetëm po të lëndoj ty dhe veten. Të mos flas pastaj për njerëzit që helmojnë me mëkatin tim. Ndaj të lutem, Zot. Të lutem, më lër të vdes. Më vriste shumë dërgjegja për të shkuarën. Nuk vleja për asgjë. Përse do e dëgjonte Zoti një vrasëse si puna ime? Kur po largohesha nga feltorja, ktheva kokën pas dhe thash: po të jap vetëm 2 javë kohë. Po nuk e bëre ti, do e bëj unë. Pasi kaloi java e parë dhe pasi pash që Zoti nuk po I përgjigjej lutjes sime, nisa të bëja një plan për t'i dhënë fund jetës sime të premten. E dija se shoqet e dhomës do largoheshin nga qyteti të njëjtin. Por më pas, mora një telefonat nga Kurti, të cilin kisha kopa e parë. Alo? Temi, jam Kurti. Si je? Shumë mirë, Kurt. Gëzohem që po të dëgjoj. Ku je? Tani jam në shtëpi dhe sapo jam kthyer nga një udhëtim nga Afrika. Interesante. Kur po kthehesha në shtëpi po të mendoja. Dhe thash të pyesja nëse do ishe e lirë të premten. Në fakt, kisha plane të tjera, por gjëra që rregullohen. Më vjen mirë që erdhëm në park. Lulet janë shumë të bukura në ver. Zoti ka krijuar gjëra shumë të bukura që ne t'i shijojmë. Gjithçka rreth nesh është e bukur. Sa mirë që më telefonove, Kurt. Nuk jam ndjer dhe aq mirë kohët e fundit. Jam I sigurt se kjo është arsyeja pse Zoti të vuri në mendjen time. Temi, Zoti të do aq shumë sa dërgoi birin e tij të vdiste për ty. E di. Por a e di që kur Krishti bëhet shpëtimtari yt, ti je një njeri I ri, ai na jep një jetë të re. E besoja atë gjë kur isha 6 vjeçe. Tani nuk e di nëse është më njësoj. Fjala e tij e thot këtë. Vdekja e tij në kryq e vërtetoi. Çfarë prove tjetër kërkon? Nuk e di. Puna është se jeta ndonjëherë duket kaq pa vlerë, ka kaq shumë dhimbje. Jezusi e di se sa të dhem ty. Por ai jetoi një jetë pa mëkat. Si mund ta identifikojë ai veten e tij me mua? Shiko, Bibla thot se ai u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Kështu që ai të kupton. Gjithashtu thot se ai mësoi të bindej përmes vuajtjeve. Unë kam bërë gjëra të tmerrshme, Kurt. Njerëku im abuzoi me mua kur isha e vogël. Nuk e duroj dot turpin kur e kujtoj. Ndonjëherë më duket shumë e vështirë. Nuk ka qenë faji yt, Temi. Por ajo gjë vazhdon të më përndjek. Megjithatë Zoti prapë të do. Asgjë përveç mëkatit nuk na ndan nga dashuria e Perëndis. Ti duhet vetëm të pendohesh, të rrëfesh mëkatet e tua dhe ti kërkosh atij të falë, dhe ai ka për ta bërë. Ti e bën shumë të thjesht, Kurt. Është e thjesht, dhe në të njëjtën kohë e vështirë, sepse armiku I shpirtit ton kërkon të na shkatrojë. Satani është armiku, por edhe mishi lufton kundër frymës së Perëndis. Dhe kështu ne nuk mund t'i bëjmë gjërat ashtu siç duhet. E po deri tani kam ndjekur mishin dhe Satanin. Temi, shiko. Nëse ti je shpëtuar kur ke qenë e vogël, atëherë je akoma fëmia I Perëndis.
Nëse nuk je shpëtuar, atëherë nuk është vonë. Në fakt, unë nuk ndjehem e shpëtuar. Zoti po të pret Temi. Ktheu tek ai tani dhe ai do të të pranoj. Zhytu në fjalën e tij. Mëso vargje përmendësh që të forcojnë besimin. Dëgjoje atë Temi. Ai të do. Bibla thot: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Biseduam bashkë deri në orën 3 të mëngjesit, edhe ai vazhdoi të më ndante vargje nga Bibla. Edhe në 24 orët e ardhshme ne vazhduam të flisnim dhe ai u kujdes vetëm për anën time shpirtërore. Të dielën shkuam bashkë në kishën ku ai kishte shkuar dikur kur unë isha në gjimnaz. Temi, si të duk shërbesa sot? Më pëlqeu. Falja është e rëndësishme apo jo? Ashtu është. Të dhënit dhe falja janë baza e jetës së krishterë. Unë kam shumë për të mësuar në lidhje me faljen e atyre që më kanë lënduar. Ne duhet të falim sepse Zoti na ka falur ne. Dhe ne duam atë sepse ai na deshi i pari. Je shumë ndryshe nga njerëzit e tjerë. Ti këty unë shoh Jezusin kurt, edhe ndjehem shumë keq kur ti largohesh. Si thua sikur ta lësh punën edhe të vish me mua në Dallas? Mund të ndjekësh shkollën biblike me mua. Zoti do të mësoj si të jetosh për të. Kjo më duket unduese. Por unë nuk mund ta lë punën. Pastaj ku do të qëndroj? Njoh 3 vajza të cilat jetojnë në një apartament. Mendoj se kanë vend edhe për ty. Mbase marr leje nga puna. Bëje Temi. Do e paguaj unë semestrin tënd të parë dhe do të ndihmoj të gjesh një punë që të mbulosh shpenzimet e tua. Mora një raport nga puna, bëra gati gjërat dhe u shpërngula në Dallas. Kultura atje ishte plotësisht ndryshe. Kudo që shkoja kishte të krishterë dhe të gjithë flisnin për Zotin, edhe unë rash në dashuri me të. Ishte madhështore të shija dashurinë dhe hirin e Perëndis për mëkatet e mia. Dhe pendimi më bëri të pastër dhe të pranueshme përpara tij. Në shtator Kurti më kërkoi të martohesha me të, por kishte diçka që më shqetësonte, ndaj fola me një këshilltar nga shkolla. Temi, e ke diskutuar këtë çështje me të fejuarin tënd? Ai e di që më kanë ngacmuar, por nuk di asgjë për abortin. Po cila është frika jote nëse i tregon të vërtetën? Frika e humbjes. Mendon se nuk doja provoj vendimin tënd? Unë kam gabuar, tani e kuptoj. Por në atë kohë, ajo më duke zgjidhja e vetme. Jo, më duke zgjidhja në favorin tim. Nuk e dija se do të më përndiqte kaq shumë. Mbase po shfaq dënimin tënd për Kurtin, i ke kërkuar Zotit të të falë? Jo, mendoja se pranimi i fajit mjaftonte. E para e Gjonit, kapitulli 1, vargu 9, thot: Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Pse, edhe atë mëkat mund të ma fal Zoti? Po. Bibla është e mbushur plot me shembuj të njerëzve të cilët nuk ndoqën urdhërimet e Perëndis, por ecën sipas dëshirës së tyre. Ata vuajtën pasoja të tmerrshme kur ishin mbi tokë, por falja e Perëndis na bën të pastër para tij. Shembuj të tillë janë Sara kur i dha bashortit të saj shërbyesen, Mojsiu kur vrau Egjiptesin, Davidi që kreu tradhti bashkëshortore. Zotit nuk i pëlqeu ajo që ata bën, por ai vazhdoi t'i donte dhe i fali. Dhe rruga e Zotit është t'i tregosh të vërtetën Kurtit për abortin. Zoti do që ne të themi të vërtetën me dashuri dhe t'ja besojmë atij fundin. Jezus i tha: Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Shpresoj të kem forcën e duhur. Le të lutemi dhe t'i kërkojmë të ndihmoj. Në rregull. Atë qiellor. Faleminderit për dëshirën që Temi ka për të thënë të vërtetën në sytë e tu. Zot, rruga jote është rruga e vërtetë dhe e drejtë. Unë të lutem që ti t'i japësh forcë zemrës së saj, që ta vendos plotësisht besimin në ty. Lutem gjithashtu që ta përgatisësh zemrën e Kurtit për të vërtetën dhe ai ta kuptoj. U bëft vullneti yt, sepse ai është i përkryeri. Në nëntor e ftova Kurtin për darkë dhe në fund i tregova atij të vërtetën rreth abortit. Ja, kjo është e vërteta. Se ke idenë se sa të vështirë kam patur për të ta thënë. Mirë. Por a do të martohesh me mua? Çfarë? Unë prap të dua. Do të martohesh me mua, Temi? Të dua. Edhe Jezusi kështu na do.
Ai I njeh mëkatet dhe dobësitë tona dhe prap na pranon. Zoti më ka drejtuar në një udhëtim faljeje për prindrit e mi dhe për veten. Mëkati ynë u pagua plotësisht nga vdekja e Jezus Krishtit. Gjatë gjithë kohës, përgjigjet që unë kërkoja ishin në Bibël. Më gëzon fakti që Zoti qëndroi me mua derisa unë mësova të eci në rrugën e tij të jetës. Jam e gëzuar gjithashtu për aftësitë drejtuese të tim shoqi. Perëndia na ka bekuar me 2 djem dhe të dy ata ja kanë kushtuar jetën e tyre atij. Djali ynë I vogël thot: "Dil nga varka nëse do që Zoti të bëjë gjëra të veçanta për ty." Këtë vit unë dhe Kurti festuam 22 vjetorin e martesës. Psalmi 91, vargjet 14 dhe 15 kanë qenë ndër të preferuarit e mi në kohë të vështira. Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta çoj në një vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. Tek Veprat e Apostujve në kapitullin 2 dhe në vargun 21 Bibla na premton: "Dhe do të ndodhë që kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet." Ky përfshin edhe juve I dashur dëgjues. Sado e vështirë të jetë situata në cilën mund të ndodhesh, kur beson se Krishti vdiq për mëkatet e tua, Zoti do të shpëtojë dhe do të ndryshojë. Ti mund të aftosh atë në zemrën dhe në jetën tënde tani, kudo që të jesh. Nëse ke nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, të ftoj të na shkruash në Radio 7 kutja postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 290. Kjo ishte historia e vërtetë e Temit. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta, se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.